Nëse do të hulumtojmë mbi definicionin e bëmirësisë apo mirësisë, do të vërejmë se atë më së miri e ka shpjeguar, do të thotë pejgamberi alayhi salatu vesselam, kur është pyetur nga Xhibrili alayhi salam se ç'është ihsani apo mirësia apo bamirësia, dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë en ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, që të adhurosh Allahun fuqi plot sikurse ti e sheh, edhe nëse ti nuk e sheh, ti jesh i bindur se ai të sheh. Dhe kjo ndjenjë që e ka plën njeriu kur të krijon raporte aq të larta, aq të ngrohta dhe aq të përafërta me krijuesin, e bën njeriu që të kupton madhështinë e Allahut dhe të kupton se ai është bamirës që njerëzit dhe krijesat në përgjithësi pa ndërprerje i nderon, i respekton dhe atyre të mira u dhuron.